shkollës Gjeradin Gashi këtu në Komarane, cila është qendra votimit të zgjedhjeve të 12 tetorit. Pravakrave të mi po e shehin një veturë në cilin kanë depërtuar disa plumba. Sipas prokurorit, së gjatë ditës ka ndodhur gjuajtje me armë, në cilën janë të identifikuar 3 persona të cilët janë edhe autorë të ngjarjes, mirë po ata sipas prokurorit nuk janë arrestuar. Sipas tij, ky konflikt ka të bëjë me disa konflikte të mëparshme, ku para 3 javësh ka ndodhur edhe një përleshje fizike mes 3 personave të cilët janë të dyshuar, e sipas tij ajo përleshje ka të bëjë me një grabitje dhe me disa vjedhje. Aktualisht në stacion policor janë 3 persona të cilët janë marrë në cilësinë e dëshmitarit. Në vendngjarje po shihet një numër i madh i forcave policore, të cilët edhe e kanë rrethuar vendin e ngjarjes, ku aktualisht ata po e largojnë edhe veturën nga vendngjarja. Plumbi i cili ka depërtuar në veturë aktualisht nuk dihet nëse është shkrepur nga jashtë veturës apo nga brenda veturës, mirë por në përleshje sipas prokurorit të rastit janë përdorur edhe mjete të forta siç e kanë. Sipas prokurorit ndodh se kjo ngjarje ka ndodhur pranë një qendre votimi dhe ka ndodhur pikërisht në ditën e zgjedhjeve. Ky rast nuk ka të bëjë fare me procesin zgjedhor, po ka të bëjë me një konflikt i cili ka ndodhur 3 javë më parë. Zona është rrethuar, mirë po natyrisht me qenë si jemi edhe në ditën e zgjedhjeve, qytetarët po lejohen që të shkojnë në qendrën e votimit për të votuar, pra mund të shihni se qendra e votimit është në anën time të majt dhe qytetarë të shumë janë duke hyrë dhe duke dalë nga vend votimi.